Partia Demokratike ka vendosur të përdorë instrumentin e mocionit në debat për të detyruar kryeministrin Edi Rama të prezantojë para kuvendit programin e qeverisjes dhe të përgatisë dhe të përgjigjet mbi ndikimet e mundshme të krimit të organizuar në jetën publike të vendit. Kërkesa zyrtare është depozituar këtë të premte nga Gazmend Bardhi, kryetari i grupit parlamentar të Demokratëve, drejtuar kreu të kuvendit Niko Peleshi. Sipas shkresës së Bardhit, opozita nuk ka preferenca nëse debati do të zhvillohet në praninë direkte të kryeministrit apo përfaqësuesve të tij, siç ka ndodhur në legislaturat e mëparshme kur Rama ka deleguar ministrin e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin, detyrë që këtë legjislaturë mban Toni Gogu. Sipas shkresës së Bardhit, mocioni ka në fokus dy tema kryesore: prezantimin e prioriteteve të qeverisë në programin politik dhe analizën e ndërhyrjes së mundshme të krimit të organizuar në funksionimin e institucioneve dhe jetës publike. Ky veprim i Partisë Demokratike vjen pas një seance ku prezantimi i programit qeverisës u ndërpre nga përplasje të shumta mes mazhorancës dhe opozitës, pasi kryeministri dha fjalën ministres së tenderave diellës. Opozita akuzoi kreun e kuvendit Niko Peleshi për shkelje të kushtetutës dhe rregullores, duke kërkuar përsëritjen e seancës. Kërkesa për ripërsëritje u refuzua nga mazhoranca, gjë që ka shtyrë Partinë Demokratike të kërkojë këtë mocion me debat, duke synuar një përbardhje të drejtë për drejtë me një debat politik mbi politikat e qeverisë dhe çështjet e krimit të organizuar.